Hi, rënoja dhe trishtim. Disa ditë pas zjarrit që përfshiu pallati në zonën e njohur si Farmacia 10, situata vijon të mbetet e rënduar. Rreth 30 apartamente janë shkrumbuar totalisht, duke lënë në qiell të hapur familje të tëra, të cilët sot jetojnë mes pasigurisë dhe pritjes për një zgjidhje. Flakët u përhapën me shpejtësi, ndërsa tymi mbuloi të gjithë zonën. Banorët, të mbledhur poshtë pallatit, prisnin me ankth ndërhyrjen e zjarrfikseve. Sirenat u dëgjuan, por çdo minutë vonesë ishte në favor të zjarrit, i cili përpiu sipërfaqe të tëra të godinës. Sipas banorëve, ndërhyrja u vështirësua nga infrastruktura problematike, rrugët e ngushta, parkimet e çrregullta dhe hapësirat e zona penguan hyrjen në kohë të mjeteve zjarrfikse. Rrugët janë ngushtuar, dikush ka bërë një lokal këtu që e ka ngushtuar fare, ka zënë gjitha hapësira publike, një ka zënë prita këtu, diku ande mbrapa i kanë bllokuar me parkime me makina, dhe dje ka qenë një kaos i vërtet ku nuk kishte ku të hynte as zjarrfiksja. Edhe vetë zjarrfiksit e pranojnë se mungesa e aksesit është një problem i njohur që shpesh vonon ndërhyrjen në momentet kritike. Alban Laçi, kryetari i shoqatës shqiptare për mbrojtje nga zjarri, tregon për shteg shkaqet që pengojnë zjarrfiksit për ushtrimin e detyrës së tyre. Nga nisja për vendngjarje deri mbritje në vendngjarje mund të ketë shumë faktorë të ndryshëm që ndikojnë. Për shembull, mund të ketë qytetarë që kanë parkuar makinat aty ku nuk duhet, krijojnë pengesa, krijojnë vonesa, ose parkime të dy fishta dhe krijojnë vështirësi për aksesueshmërinë e mjeteve zjarrfikse për mbritur deri në vendngjarje. Di që ka pasur edhe raste, domethënë, ku ka qenë e pamundur të kalonin ose ku na u ka dash ta lëvizim, të bëjmë 3-4 veta të lëvizim mjet për të arritur zjarrfiksja në vendngjarje. Një zjarr modern në ditët e sotshme për 3 minuta del jashtë kontrollit. Temperatura arrin mbi 700 gradë dhe është totalisht i pa menaxhueshëm nga qytetarët. Banorët ngrenë shqetësime edhe më të gjera për mungesën e infrastrukturës bazë për emergjencat. Gjithë ky kompleks pallatesh mos ketë një rrugë për çfarë do lloj probleme që mund të ndodhë, një fatkeqësi, një ambulancë, një gjë. Ku është? Paguajmë taksa, paguajmë çdo gjë. Jemi krejt të pambrojtur. Por ajo që pan shqiptarët pas ditën e së martës, teksa pallati përpihej nga flakët, nuk ishte vetëm një betejë me zjarrin. Ishin zjarrfikës që hynin mes flakëve pa maska, pa veshje mbrojtëse dhe pa doreza, duke rrezikuar jetën për të shpëtuar banorët. Ata u quajton heronj, por faktet tregojnë një realitet më të hidhur. Sa herë që sistemi dështon, ne prodhojmë një hero për ta mbuluar atë dështim. Ekspertët theksojnë se në një shtet funksional, heroizmi nuk duhet të jetë pjesë e përshkrimit të punës. Ajo që duhet të jetë standard është siguria për qytetarët, por edhe për vetë ata që ndërhyjnë për t'i shpëtuar. Pikë pari, një punonjës zjarrfiks duhet jetë i pajisur me pajisje mbrojtëse individuale, me të gjitha pajisjet e nevojshme. Këto pajisje duhet jenë pajisje të certifikuara dhe nuk duhet jenë pajisje le të themi donacion. Sot për fakt keq, pjesa më e madhe e tyre pajisjeve është donacion. Një pjesë e mirë e tyre dhuruar nga kolegë të shërbimeve zjarrfikse europiane nëpërmjet shoqatës tonë. Ky realitet duhet ndryshoj, sepse jemi në 2026, jemi në zemrën e Shqipërisë, Tiranë. Zjarrfiksi Alban Laçi ka ngritur gjithashtu shqetësimin për mungesën e autoshkallëve të larta në fazën e parë të ndërhyrjes. Me shpash aty autoshkalla ishin edhe autoshkallë e Bashkisë Kamzës, ama pash që autoshkalla 54 metrash, që është një autoshkallë, mund të them, më të larta në Europë, që disponon shërbimi zjarrfikës i Tiranës, nuk ishin vendngjarje në fillim të ngjarjes. Në gjykimin tim, ajo mund të qenë më eficiente në goditjen e zjarrit fasadës, qoftë me rrymën e ujit dur, qoftë edhe në lartësinë e dur. Edhe pse të pambrojtur, zjarrfiksit ja dolën të shmangin viktima dhe të shuajnë flakët. Ndërsa prokuroria ka nisur hetimet mbi ngjarjen duke arrestuar menaxheren e marketit, administratorin e pallatit, punonjës të kompanisë apo edhe duke shpallur në kërkim pronarin e kompanisë ndërtuese. Por ekspertët ngren pikpyetje mbi cilësinë e materialit që përdoret në ndërtim.
Inxhinieri Raimond Dervishi, duke u referuar shpejtësisë me të cilën u përpi pallati, ngre dyshime tek materiali i përdorur në ndërtim. Shpejtësisë së veprimit të zjarrit dhe mënyrës së djegjes, kjo pastaj ka të bëjë me cilësinë e materialeve të përdorura në të tilla fasada. Të tilla materiale janë materiale që përbëhen janë si derivat i produkteve të hidrokarbureve dhe janë shumë të ekspozuar ndaj zjarrit. Shifra jo zyrtare tregojnë se në 6 vitet të fundit kanë rënë rreth 10 zjarre, por jo të përmasave aq të mëdha sa ai që përpiu pallatin tek farmacia 10. Në vitin 2023, një tjetër pallat në zonën e Ishparkut mori flak gjatë mesditës. Sërish, shkaku i përhapjes masive të flakëve u përfol të ishte veshja e pallatit, e përbërë nga një substancë që merr flak lehtësisht. Ekspertët theksojnë se përdorimi i materialeve të djegshme në ndërtim është kthyer në një problem të përsëritur që nis që në fazën e importit dhe kontrollit doganor të produkteve që hyjnë në vend. Sipas tyre, mungesa e verifikimeve të rrepta bën që në treg të qarkullojnë materiale, të cilat në kushte të caktuara mund të përshpejtojnë përhapjen e zjarrit. Materialet e tjera djegshme janë enorme, sepse mund të them edhe që ky muhabet fillon që në import, pra që le të themi që në dogan, pra sa kontrollohen materialet që importohen këtu në aspektin e sigurisë nga zjarri. Një shembull tjetër mund të jenë bateritë e litiumit, mund të jenë monopatinët, ka pas raste plot ku kanë marrë dhe do ketë edhe në vijim. Ekspertët theksojnë se siguria e ndërtesave nuk mund të kufizohet vetëm në momentin e ndërtimit apo në procesin e kolaudimit. Institucionet përgjegjëse, sipas tyre, duhet të ushtrojnë kontrolle të vazhdueshme gjatë gjithë periudhës së përdorimit të objekteve. Mungesa e inspektimeve në terren dhe verifikimeve reale krijon një realitet ku standardet mbeten kryesisht formale në dokumente, ndërsa rreziku identifikohet vetëm pasi ndodhin fatkeqësitë. Kjo është një kamban alarmi që institucionet shtetërore duhet ngrihen në nivelin e përgjegjësisë që u ngarkon detyra dhe duhet bëjë një inspektim të përgjithshëm si në pallatet e reja që kanë të përdorura këto materiale, duke marrë kampionet e këtyre materiale për t'i provuar janë apo s'janë të djegshme, në qoftë se janë të djegshme të ndërhyjnë t'i heqin këto materiale në një kohë shumë të shpejtë, duhen inspektuar të gjitha nëse janë materiale që janë të djegshme apo nuk janë të djegshme, sepse do të na ndodhi prapë e njëjta situatë, e njëjta katastrofë. Por për te materialeve, një tjetër element thelbësor mbetet funksionimi i sistemeve të mbrojtjes nga zjarri brenda ndërtesës. Ligji 152/2015 përcakton se asnjë objekt nuk mund të konsiderohet i përfunduar pa marrë certifikatën e sigurisë nga zjarri, një dokument që lëshohet vetëm pasi verifikohet në terren çdo detaj teknik. Për inxhinierin Dervishi, kjo procedurë bëhet në mënyrë fiktive, vetëm për të përfituar lejet e ndërtimit. Çdo leje ndërtimi dhe çdo pallat që ju kanë nështruar marrës e lejes ndërtimit, patjetër që në dokumentacion e ka atë projektin e mbrojtjes kundër zjarrit. Problemi është që a zbatohen ato projekte apo janë projekte, se në shumicën e rasteve ka ndodhur që shumë projekte bëhen vetëm në letër për t'u inventarizuar nga drejtuesit e këtyre institucioneve që japin këto leje për të thënë që po e ka dhe këtë projektin e zjarrfikses. Alarmet, hidrantet apo daljet emergjente janë linja e parë e mbrojtjes për të frenuar flakët, për të cilat ekspertët ngrejnë një tjetër pikpyetje. Drejtoria e zjarrfikseve nuk duhet të dali në terren vetëm kur të bjerë zjarri me ato autobotet për të shuar zjarrin, sepse ajo është fundi dhe shpëtimi i jetës. Duhet dali në mënyrë permanente të kontrolloj këto lloje ndërtesash përpara se sa t'i jepet leja leja e përdorimit të ndërtesave, të dalin dhe të bëjnë një inspektim dhe një kontroll. Funksionojnë apo jo, duhen testuar këto, se në shumicën e pallateve ato nuk testohen. Bëhet i gjithë hidranti në rastet më të mira kur bëhen dhe realizohen sipas projekteve dhe nuk testohen. Sipas zjarrfiksit Alban Laçi, problemi nuk qëndron vetëm te mungesa e sistemeve,
por edhe te mënyra si ato instalohen dhe përdoren në praktik. Sistemet e mbrojtjes kontra zjarr është një vegël e shtuar e shërbimit zjarfikës, e cila duhet kthehet gjithmonë në favor të ndërhyrjes. Ajo kthehet në favor të ndërhyrjes nëse është montuar ose është siç duhet. Dhe shërbimi i zjarfikës di ta përdori këtë element. Problemi tek ne është që ata që montojnë këto pajisje ose këto sisteme të mbrojtjes kontra zjarrit nuk janë të trajnuar. Pra mungon trajnimi. Po ashtu dhe shërbimi i zjarfikës ka mangësi në informacion të ekzistencës të këtyre elementeve. Ndërsa institucionet ligjzbatuese ende nuk kanë dalë me një raport zyrtar mbi shkaqjet e zjarrit dhe mbi mundësinë e parandalimit të tij nëpër masa të tilla tragjike për banorët, vetëm pak orë pas ngjarjes, kryeministri Edi Rama reagoi publikisht duke përjashtuar lidhjen e zjarrit me cilësinë e ndërtimit. Deklarata u bë në një moment kur ende nuk ishte përfunduar asnjë ekspertizë plot, por pavarësisht këtyre rrethanave, kryeministri doli me një qëndrim përfundimtar, çka sipas ekspertëve e tejkalon fazën e konstatimeve paraprake. Për ekspertët, deklarata e Ramës ishte jo vetëm e parakohshme, por perceptohet si presion ndaj strukturave hetimore dhe ekspertizës që po punon për zbardhjen e ngjarjes. Deklarata kryeministrit është aq sa propagandistike, është edhe shumë linçuese për institucionet që do të hetojnë aty. Unë nuk e besoj që do ketë ndonjë prokuror apo ndonjë oficer të policisë gjyqësore që do ndërmarrë apo të nxjerrë një shkak tjetër determinant nga ai që kryeministri e linçon më herët. Një kryeministër i përgjegjshëm duhet të shprehte solidaritetin me ato banorë, duhet t'i gjente akomodimin dhe jo të trumpetohej që të rinte halla, daja, tezja apo të kushërite gradës 2 apo 3, por duhet t'i gjente dhe akomodimin. Këtë bën një qeveri e përgjegjshme, një kryeministër i përgjegjshëm. Të tjerat pastaj janë linçime populiste që jo rrallë herë ndeshemi. Me njëherë pas qëndrimit të kryeministrit, po publikisht, reagoi edhe kompania ndërtuese Arlis Construction, në të cilën thoshte se merrte përsipër rindërtimin e fasadës për shtëpitë e prekura, por ekspertët thonë se zjarret e kësaj përmase nuk prekin vetëm pamjen e jashtme, por mund të kenë dëmtuar dhe strukturën mbajtëse të godinës, duke e bërë atë potencialisht të rrezikshme në rast fatkeqësish të tjera, përfshirë edhe tërmetet. Objekte të tilla që janë objekte civile nuk janë projektuar për temperatura të larta dhe zjarri në këto temperatura luan efektin e një furre të mirëfillt. Dhe prezenca e këtyre temperaturave dëmton edhe strukturën e ndërtesës, strukturën e betoneve, strukturën edhe hekuri që është. Ajo që ndron në këmbë, po në raste të lëkundjeve tektonike, një beton që ka humbur atë aftësinë mbajtëse është më i ekspozuar ndaj shëmbjeve. Kërkohet një ekspertizë shumë e thelluar. Tu duhet edhe ju si media, dhe të gjithë media duhet i bëjnë një apel të gjithë institucionet shtetërore që merren me disiplinimin e këtyre dhe kontrollin e këtyre punimeve, duhet që të bëjnë patjetër këtë ekspertizën e thelluar. Instituti i ndërtimit që merret me oponenca teknike duhet bëjnë një ekspertizë shumë të thelluar edhe me prova laboratorike, theksoj, jo vetëm vizualisht, që të vinë 2 ose 3 veta me çekiç në dorë të thonë mban ose nuk mban. Kjo kërkon prova laboratorike. Bashkia e Tiranës nuk u përgjigj pyetjeve që Shtek ngriti mbi të vërtetat që zbuloi zjarri i rënë pak ditë më parë. Banorët, shtëpitë të cilëve i shpëtuan flakëve, janë kthyer mes hirit dhe dëmeve, duke pastruar me kova ujë gjithçka që ka mbetur pas zjarrit. Shumë prej tyre nuk kanë fjetur në këto banesa, si pasojë mungesës së energjisë elektrike dhe dëmeve të shkaktuara nga tymi, megjithse muret kanë qëndruar në këmbë. Frika dhe pasiguria janë të dukshme në çdo fjalë të tyre. Kemi shumë frikë, jemi të pasigurt. Po, të gjithë të traumatizuar, të gjithë kanë ikur, nuk e di nga kanë shku, janë gjithë s'kam asnjëri, se jemi pa drita, pa gjë. Për disa prej tyre, kthimi në këtë realitet nuk është më i mundur, dhe vetë një zgjidhje shihet largimi dhe nisja nga e para, pas humbjes së gjithçkaje.
Po pa tjetër me ndërru me hik, se na ka hyrë frika këtu, më mirë të gjenë diku larg, së dim ku të shkojnë njerëzit, janë gjithë në qetë të hapur. S'kan, të gjithë janë nga zero, mund ta nisin nga zero. S'ka, kanë humbur gjithçka. Ngjarja e zjarrit në farmacia 10 kalon pas jo vetëm dëme të mëdha materiale dhe 10 familje të pastreha, por edhe një sër pikpyetjesh mbi sigurinë e ndërtesave dhe funksionimin e institucioneve përgjegjëse. Nga rrugët e bllokuara dhe ndërhyrja e vështirësuar e zjarrfikseve, tek dyshimet për materialet e përdorura në ndërtim dhe funksionimin formal të sistemeve të mbrojtjes nga zjarri. Ndërsa hetimet vijojnë dhe përgjegjësitë mbeten për t'u përcaktuar, për banorët, pasojat janë tashmë të prekshme, humbje, pasiguri dhe nevoja për të rindërtuar jetën nga e para. Por si shqiptar që jemi, mund të ndjekim edhe këshillën e prefektit të Tiranës Shkëlqim Hajdari dhe kështu ja hedhim të keqes edhe këtë radhë. Jam i bindur që s'do ketë nevojë, sepse ne jemi shqiptarë. Kanë pushëri, halla, daja, por ne jemi gati. Ne jemi gati. Duhet të shprehte solidaritetin me ato banor, duhet t'i gjente akomodimin dhe jo të trumpetohej që të rinte halla, daja, tezja apo të kushëritë gradës 2 apo 3, por duhet t'i gjente dhe akomodimin.